Fenomeni shkodran Luiz Eli ka emocionuar fansat me një video të veçantë, të publikuar nga vizita e tij në qytetin e Shkodrës, kur i kthehet pas shumë vitesh në shkollën ku ka kryer plot 12 vite studime. Ky rikthim nuk ishte një vizitë e zakonshme, pasi në krah të tij shihen edhe kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, si dhe drejtori i shkollës, të cilët e shoqërojnë në ambientet ku Luizi ka kaluar ditët e tij si nxënës. Pamjet e videos janë një përzierje emocionesh, nostalgjie dhe krenarie, duke i dhënë ngjyrë të veçantë këtij takimi. Në mesazhin e tij, Luizi u shpreh se shkolla kishte ndryshuar shumë me kalimin e viteve, ishte rinovuar dhe përshtatur me kohën, por megjithatë kishte ende vend për përmirësime. Ka ndryshuar shumë, por mbeten disa gjëra të vogla për t'u rregulluar. Jam i bindur se me punën e përbashkët kjo shkollë mund të bëhet një nga më të mirat në Shqipëri dhe pse jo edhe në Europë, tha ai me bindje. Ky mesazh i fortë për arsimin u prit me interes nga ndjekësit, të cilët e pan Luizin jo vetëm si një artist të suksesshëm, por edhe si një qytetar që mendon për të ardhmen e brezave. Prania e kryetarit të bashkisë, Benet Becit, dhe drejtorit të shkollës i dha vizitës një dimension zyrtar e institucional, duke treguar se kujdesi për arsimin dhe investimi në shkolla është një çështje që mbetet prioritet për qytetin e Shkodrës. Luizi u shpreh se është krenar për faktin që kjo shkollë, ku ai ka kaluar më shumë se një dekadë të jetës së tij, është ende një vatër e rëndësishme e dijes dhe se me bashkëpunim mund të shndërrohet në një model për të gjithë. Videoja u bë shpejt virale në rrjetet sociale, duke prekur zemrat e ndjekësve të tij, të cilët e komentuan me dashuri dhe respekt. Për shumë prej tyre, pamjet treguan edhe një herë lidhjen e fortë që Luizi ruan me vendlindjen dhe rënjet e tij. Ai nuk harron kur nga ka ardhur, shkruan një ndjekës, ndërsa të tjerë e vlerësuan për mënyrën e sinqertë me të cilën ndau emocionet e tij. Ky rikthim i thjeshtë, por i mbushur me kujtime, nuk ishte vetëm një përjetim personal, por edhe një mesazh frymëzues për të rinjt, se arsimi është baza e së ardhmes dhe se investimi tek ai është investimi më i vlefshëm që mund të bëjmë. Luizi tregoi se, pavarësisht famës e karrierës, mbetet i lidhur fort me Shkodrën, me qytetin dhe njerëzit që e kanë formuar si individ dhe si artist.